Në një fshat të vogël jetonte një grua e urtë, e cila njihej për mençurinë dhe njohuritë e saj të thella, ndonse nuk kishte shkuar kurrë në shkollë. Shumë njerëz vinin tek ajo për këshilla. Një ditë, një dietar i ri, i cili kishte studiuar në shumë qytete të mëdha, e vizitoi me qëllim që ta sfidonte. Ai filloi t'i bënte pyetje të komplikuara mbi libra dhe filozofi që ajo nuk kishte dëgjuar kurrë. Gruaja e dëgjoi me qetësi dhe pastaj i tha: "Biri im, ti ke mbushur mendjen tënde me fjalë dhe teori të tjerëve. Por a ke provuar ndonjëherë të dëgjosh zërin e zemrës tënde? A ke ndjerë vërtet mirësinë dhe dashurinë që Allahu ka vendosur në çdo qenie?" Dietari u befasua nga përgjigjja e saj e thjeshtë por e thellë. Ai kuptoi se dija nuk ishte vetëm akumulimi i fakteve, por edhe kuptimi i thellë i jetës dhe lidhja me shpirtin. Prej asaj dite, ai filloi të kërkonte dijen jo vetëm në libra, por edhe në zemrën e tij dhe në përvojat e jetës së përditshme.